سنا والسلام أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء. Assalamu alaikum hoxhë nderuar, çka do të thot me pa ëndër Rasulullahin dhe që ta kërhek ndonjë vërejtje. Mas pari e ki pa Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam, Allahu na mundsov me pa në ëndër dhe në zhgëndër. Pejgamberin Allahut azza wa jall. Mirë po është kusht, si vërtet është pejgamberi Allahut me pa siç ka qenë ai. Siç ka qenë pejgamberi Allahut çashtu. Nëse e ki pa Rasulullah. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë Allahu ja ka bën haram të ndaluar shejtanit të formohet në formën time. E njëri më tha e kam pa pejgamberin Allahut. Tha ç'e ki pa? Tha kishte një berber. T'ishte rrujt. E t'ishte bë das. Tha që ki pa shejtanit. Tha si shejtanit? Tha mos më nënshmo. Tha jo vallah. Po pejgamberi Allahut ka thonë kush më shef, më ka pa sikur unë kam qenë. Çish ka qenë? Pejgamberi Allahut e din ti çka qenë? Se din ti Ronaldon e din, edhe filanin e din. A kurse pejgamberin Allahut nuk e din. Pse shumë e don. Nëse don ti me lip një nuse, e këput mësitin duke vetë çfarë flow ka, çfarë sin ka, çfarë vetlla ka, çfarë edhe pse ndoshta si që kam tregu me një rast, më tregoj njoni, tha undajtë. Si more gjithë të argjime, gjithë këtë darsë, më shka e bone, tha undajtë. Tha me tregu, more o, që më ka ndodhë. Shka ka ndodhë? Tha po unë e martova me një femër, edhe hina dhe ndër, elhamdulillah. Tha i fala dhe plus dire qatë. Tha e pastaj që ka ndodhi, more filan. Tha, ajo filloj, ma i spari, thoj ti heki i qitin të volim. Thash për thoj s'ka der. Tha kur ti ka hek edhe vetlat. Tha pastaj hek i sit. I ka pas kaltër, qashtu e kam pas, 4 ranzi. Tha dhe këta thash nasht. Tha kur ta ka hek perikën, tha u bon Drakull, tha për dere për jashtë. Për këtë arsye ai që e ka pa pejgamberin Allahut në gjumë, e ka pa si ka qenë. Që ka qenë pejgamberi Allahut në pika shkurt të shpejt. Pejgamberi Allahut i ka pas flokt as me dredha e as shlu me drejt. I ka moj gjithmojmë të përpjet, s'ka pas dëshirë me i nda flok në di anë, nga se mushrikët i ka nda në di anë, mirë po pastaj e ka leju dhe e ka preferu, nga se Allahu azza wa jall ja ka leju, ka vdek pejgamberi Allahu dhe flok të nda me ndion. I ka pas gata, shumicën e rasteve, i ka majt flok deri të tuli veshin në fund. Dhe njëherë, i ka zgjat deri të subët, i ka në shkëlqe flok të ati prej së lartë. Balin pejgamberi Allahu, i ka shkëlqe bali pejgamberi Allahu, si kur me ka në hanë 14. Vetlat, pejgamberi Allahut i ka pasën të gjata si mi vizatu. Me këshirë pilar, a do këse i ka vetlat të ndame, mu afru, i ka pas disa qime mes di vetlat. Pejgamberi Allahut, sit i ka pas të mdhej edhe këtu me spitës. I ka pas gatë, të bukura, pejgamberi Allahut, i ka pasën qërpik të gatë dhe të lakum. Ndërsa sinin, pejgamberi Allahut, këtë zezën e ka pas shumë të zezë, të bardhën shumë të bardhë, në mesin e të bardhë e ka pas disa pikat të kuqë. Hunën, pejgamberi Allahut, e ka pasën të drejtë dhe si të ngritën në fund, faqet i ka pas pejgamberi Allahut, as të ullura, as të ngrejtura, mjekrën e ka pas pejgamberi Allahut, të gjatë derisa prej mas që janë fal e kanë pa mjekrën e madhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka lëviz e ka pas ngjyrën e mjekrës të zezë para se me vdek ju kanë zbardhën mekër disa qime. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pas durt e buta, thojnë kur e kena përshëndet pejgamberin Allahut sikur me ka përmendafshi,
e ka pas supët e gjona, qafën e ka pas paksit e gjatë, derisa dallu koka prej trupit. Pejgamberi Allahut i ka pas disa qime në gjoks, e pastaj kanë vazhdu qimet si me qenë penj deri tek kniza. Në nsjetull i ka pas pejgamberi Allahut qimet, i ka pas të bardha, e ka pas gjoksin e gjon, e vulen e pejgamber lëkut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pasën në krahun, në shpin, nga krahu i majt, si ka qenë vula e pejgamber lëkut te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka qenë në saveza e plumbit e ngritur, në to ka pas disa pikat kuqe dhe disa qime. Kjo ka qenë vula e pejgamber lëkut te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, s'ka qenë as i gat, as i shkurt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kam të ndershme të tij i ka pasën as të mdhoja, as të vogla. Zbrastinën që e kemi e ka pas pejgamberi Allahut të rrafsh. Ka qenë i shpejt, kur ka hec qert kanë vrapu. Pejgamberi Allahut kush e ka thirr dënjëherë dikush, kur se ka kthi kokë. Po a kthi me gjithë trup për respekt. Pejgamberi Allahut kështu ka qenë, kush e ka pa ngjira e lëkurës të ftyrës, s'ka qenë as i bardh shumë e as i zi, po ka qenë pejgamberi Allahut i zeshk, që ka hik ma shumë në të bardh. Kështu ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi Allahut ka hec shpejt, si tham, era gjersës e tij i ka ardhur, ka qenë ma e këndshme se parfimi. Kujt i ka ngjall pejgamberi Allahut? Ibrahimit alayhis salam. Kush i ka ngjall ma shumë pejgamberit Allahut? Fatimja e bija e pejgamberit Allahut. Pra kush e shef në këtë mënyrë? Pejgamberi Allahut e ka pa vërtet si pejgamber. Nëse ka urnu diçka në ëndër, nuk mirët si obligim, nga se dini Allahut mirët pi Kuranit dhe Sunetit, e nuk mirët prej ëndrave, e në veçanti nëse të ka urnu për diçka që në kundërshtim me Kurani Kerimin dhe Sunetin e pejgamberit Allahut. Ma pëni Allah se zgjatëm shumë, tash do të përgjigj më shpejt.